Vetëm pak çaste pra derisa të gjithë edhe kolegët e mediave e IVA të jenë gati. Po. Test. E ndjekim po. Rregull? Emocion sot zonja Selimi. Mirëmëngjes të gjithëve dhe njerë faleminderit që jeni mbledh këtu. Është një proces shumë i rëndësishëm që është ndodhë jo vetëm për katërshën e UÇK-s, por për gjithë Kosovën. Dihet që lufta jonë çlirimtare ka qenë e drejtë në të drejtën e popullit dhe për këtë arsye jemi sot gjithë bashkë këtu që t'i dalim në mbështetje katërshës udhëheqësit të UÇK-s. Ne shpresojmë që ky verdikt jo sot, por në të ardhmen i gjykatësve, trupit gjykues, të jetë në të drejtën e tyre, në të drejtën tonë. Faleminderit shumë. Zonja Selimi, ju keni qenë vetë ushtare në UÇK. Si e keni parë ju si ushtarë dhe si pjesëtarë UÇK-s pretendimet e prokurorisë për qëllimet për cilat ju keni luftuar? Kjo gjykatë ka qenë e padrejtë që prej fillimit, e padrejtë që është themelu, e padrejtë që është votuar në Kosovë dhe padrejtësisht po e gjykon Kosovën dhe luftën tonë. Ne si ushtarë qëndrojmë ballë hapur sepse kemi bërë luftë çlirimtare dhe për këtë jam shumë e bindur se edhe gjykatësit do ta shohin këtë të drejtë. Zonja Selimi, ju keni komunikuar me bashkëshortin tuaj pasi prokuroria dha pretencën për 45 vite burg për secilin? Po, kemi komunikuar dhe nuk është pritur gjë më e mirë prej kësaj gjykate përveç se ajo shumë që ata pretendojnë se duhet të dënohet, mirë po atë numër të dënimit nuk do ta pranojë gjykata dhe nuk e besoj që do të jetë ajo shifër e dënimit, sepse unë pres që ata të lirohen. Faleminderit shumë se duhet t'hy brenda tash. Faleminderit. Prevara oldu.